Në radhë për një libër të nënshkruar nga Ismail Kadare, lexuesit e tij presin me minuta të tëra për të mundur të kenë autografin e më të zëshmit ndër shkrimtarët e Shqipërisë. Pak dialog, disa fraza mes lexuesve dhe shkrimtarit Ismail Kadare, qenë paraditja në panairin e librit ku ai u ndal për të vetmen herë në stendin e shtëpisë së tij botuese. E ky panair i 17 shënoi një çmim special për shkrimtarin. Ndërsa Shqipëria shënon 200 vjetorin e lindjes së Arbëreshit Jeronim Derada në kupolën e librit të këtyre ditëve, çmimi takoi shkrimtarit të zëshëm, i cili e pranoi atë me përulje, pse emri i Deradës i peshon gjithkujt. Jam i gëzuar, jam i nderuar, edhe jam i prekur për këtë çmim, që mban emrin e gjeniu të parë të rilindjes kombëtare shqiptare, poetit që ndihmoi të lindte rilindja, që u bë paraardhësi i asaj drite të madhe që mbuloi në atë kohë Shqipërinë, kur ajo ishte në fakt ishte në muskun e saj, i cili riktheu letërsinë shqipe në orientimin e saj europian që ajo ishte duke humbur. Ky ishte poet i madh, gjeni i letrave dhe një profet i të ardhmes Shqipërisë. Kam një kënaqësi që përbri meje është zoti ambasadori i Italisë, vendit që e mbajti Deradën në gjilin e tij, vendit që i dha mundësi Arbëreshve të ikur të Shqipërisë të rigjenin atë dheun e tyre në art, në muzikë, në poezi. Më vonë gjatë ditës u shënua edhe ceremonia e ndarjes së çmimeve të përvitshme të panairit. Çmimi i madh, ai autorit të librit, i shkoi një shkrimtari të ri, Arben Dedja. Për përkthimin e romanit klasik Jane Eyre të Charlotte Brontë, Alina Karaulli mori çmimin e përkthyeses së vitit dhe një çmim veçmas shkoi për një korife të librit. Ai është Petro Zheji.